prit me shqyrtu tutje. Qesë me një buzëqeshje interesante Matoshi, po përgjigjet me këtë. Kjo nuk kupton që këtu nuk ka një pajtim të plot. Qytetari normal i këtij vendi nuk mundet me dalë me kërku me anë për hir qisoj ose qisoj, për një interes që kush e përcakton interesin shtetëror, qeveria e pavërtet. E pavërtet. Jo që tu keni krejt. Interesin shtetëror e përcaktojnë gjitha institucionet bashkë, jo qeveria vetëm. Edhe aq ma keq një qeverin detyrë, që i ka dalë afati, që thonë. Çu duhet më apo sipas teje? A keni zgjidhje? Që me thonë, gjetja e mundësisë që po përmend edhe në këtë letrën, e vetëm jashtë tek dalje që është pa shkelje. Është gjetja e mundësive financiare nga buxheti aktual. Po si më harxhu mo? Deri zgjidhet qeveria, i programim sipas ligjit mbi financat publike. S'lejon. O kënar, lejon. S'lejon më ligji, për çato u bëhem. O kënar. Gjithçka në sozat ligjit mbi financat publike mund më e u riprogramu për një 3-4 muaj. Deri me 1 mars. Deri me 1 mars. Por, mos me shkel kushtetutën. Unë jam i thar që kushtetuta e vendit zguzot utje mu shkel. Për ndryshe shteti po mshelet. Po shkon shteti, po lëknejet humner. Po na presidentin kena me zgjedh në prill. Mars. Ligji për financat publike. Mas një mos. E dalon riprogramimin deri në 12% Vetëm pak. të sasisë. Po mjafton për 3 muaj 12%.